Partinë Socialiste sot, ose në mazhoranë sot, ai ndryshim që më ndryshimi më ndodh, a do ketë një qeveri përveç qeverisë Rama? Ne kemi qëndrim të, po themi, të nga kryeministët, nga tjerë që jo thotë jo mos kjo ka ardhur një qëndrim nga vota, nga përgjithshme. Kjo është një ranë. Ana tjetër është, okay, po ne kemi pas një traditë, ose kemi edhe traditë në qeveritë e tjera ku mund ndryshohen qeveritë. Këtu është debati, këtu nuk bëhet. Nga rasti tjetër në opozit, bëhet vetëm hajde të ndryshojmë dyshin, ndryshojmë treshin, po nuk ndryshohet. Nuk Partia Demokratike ose opozita nuk ndryshon nëse ik Flamur Noka, pavarësisht se nëse ik Flamur Noka nuk është keq, po nuk është zgjidhja e ai, sepse problemi është një personazh i cili që është Sali Berisha, është në ngrata, është i pandehu nga SPAK për korrupsion, pritet akuzat. Pra këtu është thelbi, çfarë opozite ne do japim vendit.